Bandat kriminale shqiptare po përdorin rrjetin social TikTok për të reklamuar kalime ilegale drejt Britanisë së Madhe me gomone, duke ofruar çmime shumë më të ulta se më parë. Media prestigjioze britanike The Telegraph ka publikuar një shkrim ku thuhet se në disa postime të publikuara gjatë muajit prill, persona të dyshuar si kontrabandist njerëzish premtonin udhtime të përditshme nga veri i Francës drejt Doverit për vetëm 150 pound për person. Reklamat shoqëroheshin me hartat e itinerarit, flamush shqiptar britanik dhe mesazhe të drejtpërdrejta për emigrantët shqiptar që kërkojnë të kalojnë kanalin anglez. Autoritetet britanike dyshojnë se ofertat mund të jenë mashtrim për të përfituar para nga emigrantët pasi kostot reale të gomoneve dhe motorëve janë shumë më të larta. Sipas zyrtarëve të Agjencisë Kombëtare të Krimit, çmimet e ulta mund të lidhen edhe me rënien e ndjeshme të numrit shqiptarëve që tentojnë kalimet ilegale drejt Anglisë. Goditjet e policisë dhe marrëveshjet mes Londrës dhe Tiranës kanë bërë që numri i emigrantëve shqiptar të bie ndjeshëm krahasuar me vitin 2022. Ndërkohë bandat kriminale po përdorin motor më të lirë dhe më pak të fuqishëm për gomonet pasi autoritetet kanë goditur rrjetet e furnizimit me pajisje. Kjo situatë ka shtuar rrezikun për jetën e emigrantëve, ndërsa të paktën 8 persona kanë humbur jetën këtë vit në incidente në kanalin anglez.